transaksione evropiane dhe amerikane. Po këtu që ndodhi të na, a i ndryshim, u manipuluan njerëzit. Dhe në vend të ndryshimit, sollën poshtrimin. Pse i ku zoti Taravari? U largua. Nuk është punë e vogël të largosh, sepse kje përgjegjësi për para antarësisë, nëse bën veprim parakoshëm, pa analizuar, pa studiuar, se duhet të kesh arsye të forta. Dhe unë e vlerësoj që zoti Taravari ka bërë sakrificë, pavarësisht që është një e mirë për lëvizjen tonë kombëtare, ata kultu gjithë metën andej. Por kultu gjithë janë të përkohshëm. Misionet mesin të përhershëm. Këta njerëz të cilët votuan për ndryshim, ne duhet t'u shpjegojmë se ata nuk janë fajtor, se nuk u bë kurfar ndryshimi, dhe të orientohet votat tek vota kombëtare. Le të orientohet masa tek fryma kombëtare, sepse të është rreziku seriozisht marrëveshja e Ohrit. Ligji i gjuhës shqipe, 72 faqe është përgatitja e materialit për ndryshim. Ligjin gjuhën shqipe ta bëjnë leck. Të kaneq përfaqësimin e drejtë, balancere. Sa kohë ka që do e të bëjnë? Po se bëjnë. Sepse për ta bërë duhet të kthehesh tek baza, tek marrëveshja e Ohrit. Kanë hequr. Dikasteret më të rëndësishme për kontroll të implementimit e të zbatimit të gjuhës shqipe. I kanë hequr. Atë që tha doktori Taravari. Jo para 2001-shit, te 91-shit. Po këto janë tentativa, plotësisht me bindje kam se shqiptarët mo, zoti Taravari, nuk janë as të 91-shit, as të para 81-shit. Shqiptarët këtu kanë sot 3 universitete. Shqiptarët kanë kuadro dhe kur duan të matemi me kuadro. Po ja nisin prej shëndetësisë. Kuadrët tona janë që na nderojnë kombëtarisht e ndërkombëtarisht. Në fushën e energjetikës, kuadrët tona janë që na nderojnë kombëtarisht e ndërkombëtarisht. Në fushën e jurisprudencës, që na nderojnë kombëtarisht e ndërkombëtarisht. Në politikën e jashtë, që na nderojnë kombëtarisht e ndërkombëtarisht. Dhe kjo një shqetësim që e inkurajon këtë përplasjen dhe ndarjen etnike. Si mund shqiptarët për 20 vjet të hyjnë në kaq gara të forta? Zoti Snoqi. Po çfarë të bëju? Ju keni kryer në ukim andej. Keni qenë baba ju ty be në ka ardhur të intervenojnë për ty. Por ata që dalin andej, njeni nanën profesoresh, babën zavens ministër apo ministër, edhe notat si lumi. Dhe nuk din tani, po nuk din, po shqiptarët po din se me djersën e babës e kanë qytetin. Jo është e vërtetë. Dhe si mund shqiptarët të përparojnë?